Mirë dita, përshëndetje. Unë jam Fiqërie Gagica. Përshëndetje, si jeni, uroj që t'jeni mirë dhe jeni t'y kalu mirë. Sot ditë e shtune, ditë e lirë. Mendova me një live kështu shumë spontan, se unë vërtet e du spontanitetin. Përshëndetje Liriana. Përshëndetje Nejat, përshëndetje Agron, Ramize, uroj që jeni mirë dhe jeni t'y kalu mirë. Unë jam këtu në ordinancën time, sa mbarova një hipnozë edhe thjesht tash të fut në pak live, se s'kom qenë moti edhe të ndoj eksperiencen teme me juve. E kisha një klient edhe vërtet jam gjithmonë fascinona nga këto seanca që i bojmë, se çka mundem. Do më thonë, jam në këtë botën 5 dimensionale tani ende, sepse vesa e përfundova vërtet hipnozen, edhe mendoj çdo herë thom sa është e dhëmshme, se sa pak njohuri kemi ende për hipnozen dhe sa është e fuqishme. Ramize, përshëndetje dhe ty, Ajna Abdul Feride, përshëndetje. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me hipnozën, tash mundeni me më pyet. Nëse doni ndonjë këshill për më ia dal pak më lehtë, nëse doni me u ndihmë mirë, sepse jeta është me ulje dhe me ngritje. Edhe këto nuk e them unë veç, po jeta është vërtet kështu. Dhe thjesht në kohën e sotme na duhen shumë njerëz që na inspirojnë edhe njerëz që na motivojnë, sepse jashtë ka shumë zhurma, ka shumë raste të ndryshme. Përshëndetje Feride. Na duhen njerëz që thjesht na motivojnë, na inspirojnë, që me mujt me ia dalë më lehtë, që me mujt me menaxhu gjithçka më lehtë, më mirë. Unë pra veç u futa kështu në mënyrë spontane, sepse është ditë e lirë, normal sot koha shumë e mirë, dal edhe nuk rri mranda, po që kjo tregon se kur është dëshira shumë e madhe për ato që e bën, nuk e kqyr mu as motin, nuk e kqyr as ditën, nuk e kqyr as orën, po thjesht i aty prezent. Dhe çdo kisha dashur me rri njerëzit sa më shpejt, sa më shumë, që me uni të lirë, me undi të përmbushur, sepse sukses nuk është ajo çka e ke arrit në jetën tënde, po sukses është se qysh po jeton çdo ditë, me cilën energji po jeton çdo ditë, me qysh po ja del sfidave, qysh po ja del me u përball me situata, qysh po ja del me u përball me njerëz, sa po e mban qetësinë brenda vetes, sa je i durueshëm, sa i menaxhon mendimet tua, sa i menaxhon ndjenjat e tua. Për shembull, dje kisha një zonjë në telefon, ajo është të bo mentorim një mujor shte unë, edhe më thret në telefon, edhe pse bashkë punojmë, edhe pse shiqojmë gjitha blokadat, punojmë emocionalisht, punojmë me programet, me gjitha këto, është ajo pjesa se kur dalim jashtë, unë e thom çdo herë, kur dalim, si ta lshojmë derën e shtëpisë dhe dalim jashtë, na duhet me qenë gatshëm që kemi me përballu situata, momente, njerëzit, gjithçka. E kur nuk kemi dijeni, do më thonë kur nuk kemi balans brenda vetes, kur nuk di me menaxhu mbrendin ton, kur nuk di me menaxhu fuqinë ton që e kemi, atëherë na shumë shpejt mundemi me ra poshtë. O t'ju gëzosh, ashtu nështë, pse se pra është shumë e rëndësishme që thjesht kemi njerëz që na motivojnë, na inspirojnë, edhe që kjo ka arsyeja pse hina që to thash, ndoshta sot dikujt na mundemi ndihmu diçka, se me të vërtet e du shumë, më pëlqen shumë me ndihmu njerëzit. Sepse mos jemi viktime botës, sepse sa më shumë që dalim nga roli viktimes, aq më mirë ndihem brenda vetes, aq më të pasur jemi brenda vetes, aq më shumë mundem me dhon, aq më pak shyrje me marr prej tjerëve. Pse për shembull njerëz në kohën e sotme janë çaq shumë ngutshëm, çaq shumë këshyrin qysh me marr, çaq shumë janë reagues, çaq shumë bëhen nervoz, janë të paturushëm. Pse? Sepse
nuk e din se qysh funksionon, nuk e din që çdo moment tjetës tonë na gjithçka kemi vetë ndorë. Na jemi shumë mjeshtët vetës tonë, do më thonë, gjithmonë mendoje a do me qenë viktim e kësaj bote, apo do me qenë mjeshtër i vetës tonë. Është shumë e dhemshme se sa njerëz për shembull vujnë, sa njerëz përjetojnë në raste të rënda, sa njerëz përjetojnë situata të vështira vetëm për shkak se nuk e dinë çish funksionon. Për disa mësime shumë të vogla. Përshëndetje Mërvet, shoqja dhe ty. Faleminderit Feride edhe ti që po më dëgjon mu këtu, sepse pa pas njerëz që më dëgjojnë, e thonë çdo herë nuk mundem me u fut live se kur s'është interesi njerëzve, atë normal që duhesh edhe dikur më thonë hey stop vetit, edhe pse unë e di që tu edhe po du me i ndosh këto me njerëzit kur njerëzit nuk janë gatshëm me i marrë, atë duhesh me thonë thjesht po e lo, edhe pse unë nuk mundem me lon kur hiç, sepse këto sana, këto gjona i bëj me kënaqësinë më të madhe, me dashurinë më të madhe, sepse du që njerëzit me u liru nga shtresi i përditshëm që e kemi sot. Shtres domethënë nuk është veç puna fizike. Shtres është më shumë të sepse nuk di me menaxhu brendin ton. Gjitha smundjet, gjitha këto shqetësime që i kanë njerëzit nuk është thjesht sepse ndodhen, po sepse s'di me bo menaxhimin e brendshëm tyne. Edhe që desha me tregu për atë zonjën dje që morën telefon, edhe pse po punon me veten, edhe pse është mentorim të une, pra qysh tash ku dalim jashtë edhe bota jashtë me neve na acaron, na bon me undi keq, na bon shumë shpejt, më thonë mundet me qit prej strukturës tonë. Për shembull, na punoj me veten tonë edhe e dim se gjithçka që funksionon e krejt, po prap, kur ndalojmë të punu me veten tonë, edhe kur ndalojmë ndoshta me pas kontakt edhe me njerëz që janë ma herët në këtë udhtim, këtë rrugtim që kanë mujt me mri një jetë ma të qetë, që kanë mujt me mri në atë nivelin e qetësisë shpirtërore, është mirë pra me i pas njerëz tillë, në këtë rast normal se ju që po më dëgjoni, normal që fjalët e mia munden me ju shërby shumë sot për ata që dojnë me marr, munden me të shërby shumë sot për me mujt me përmbyll një ditë më të suksesshme, për me mujt me përmbyll një ditë ma të lumtur, se na çdo ditë marrim pjesë në jetën, por kur nuk jemi të vetëdijshëm për jetën tonë, kur nuk jemi të vetëdijshëm se çish jemi tu jetu, kur nuk jemi të vetëdijshëm se çish jemi tu i kalu në për ditët tona, unë mundem me thonë që një numër shumë i madh njerëzve as që janë vetëdijshëm që janë gjallë, as që janë vetëdijshëm që janë tu marrë pjesë në jetën, sepse janë komplet struktura. E tash me atë shoqen ose me atë zonjën dje që më thirrën në telefon, paramendojeni, ajo sikur mos kish fol me mu, edhe mos ti kisha thonë se çka me bo, ajo ka pas me jetu një ditë komplet ndryshe, edhe komplet me një energji tull, edhe komplet të më thonë me i rrugës shpirtit, se na kur jemi kriju e jemi janë këtë botë, shpirti janë e ka misionin e vetë. Pra energjia që mban trupi janë, ajo energji që na e kemi mrena vetës, është shpirti, e ky shpirt menaxhohet nga energjia, pra energjia neve vetë, me ndjenja edhe me mendime, neve na tërhek atje ku dojmë shku, tashit kur shkputemi nga kjo energji, me mendime negative, me frika, me dyshime, me mendime të panevojshme, atëherë na shkputemi nga vetja jonë e vërtet, shkputemi nga misioni, edhe e bojmë një jetë, më thonë, edhe një ditë për shembull të tërë, në vend se me jetu ashtu si që i ka hije shpirtit ton, ti e jeton kontra. Do më thonë, hinë si kur e përbau shtella edhe diqysh më rinë. Do më thonë, diqysh e përfundon ditën, po nuk e përfundon në atë mënyrë se si duhesh me përfundu. Edhe masanena, që kjo është një arsye, pse shumica e njerëzve nuk i ka arrin sukseset e veta, pse shumica e njerëzve nuk ndihen mirë në mbrëmje, janë të lodhun, nuk ka nerva as për familjarët e vet, nuk ka nerva as për partnerin e vet, as për fëmijët e vet, as për kurrë, sepse nuk ka jetuar në bazë të shpirtit vet.
E që kjo është edhe një arsye, për shembull, se njerëzit mban se me mësu, me u vëdisu se për çka është ardhur këtë botë, çka është rruga e tij, ku ka duhet më shku. Shkojnë, domethënë, hinë në përballë shtella, tuj u mundu diqysh me arrit në cilë, amo që janë komplet shkputur nga vetja tyne. Tani kur shkputesh ti nga vetja jote, mundohesh me ja përmbush vetit ato dëshirat që të mungojnë, mënyra tjera, po është e kut. Pa punu me veten tonë. Prandaj pa u bo mjeshtër i mbrëndis tonë, është e pamundshme jeta jashtë me qenë 100% e përmbushme. Që kjo është edhe një arsye pse pra janë gjitha këto smundje, janë gjitha këto probleme me financa, pse janë ka shumë ndarje sot të ndodhë mes çiftit, mes partnerëve, sepse nuk e din rrugën e tyne, shkojnë tërhekin njerëz gabum jetën e tyne, tërhekin persona, situata gabum në jetën e tyne, në vend që me punu me veten e tyne, në vend që me shequ për shembull njerëz që veç i kanë jetu qëto, njerëz që janë zgju, njerëz që din se çka është një emocion, çka është një ndjenjë, kjo ajo. Po mbyllen, nuk hapen, bojnë vendime gabushme edhe kështu me radhë, edhe pastaj ankohen, vrapojnë nëpër mjek, marrin medikamente, që kjo është. Unë thjesht doshta për pak me hy qëtu edhe me ja u rikujtu edhe me ju thonë që punone me veten e juve. Mos u ndalu një kur. Investimi maj mirë që ja boni vetes juve është që kjo. Shembull tash këtë personin që e kisha nuk e keni iden, 1 orë e gjys e kom mbajt në hipnozë. 1 orë e gjys. 1 orë e gjys, sa ka liruaj në këtë hipnozë, në këtë seancë tani, është e pabesueshme. Sepse 1 orë e gjys punë që kemi bo, lirime, ata e kanë mbajt peng vite me radhë. Domethënë tashtit ishte 27 vjeçar, qysh se në moshën 7 vjeçare ka përjetu situata, ka përjetu raste që ato e kanë bloku, para mendojeni, për me arrit sukseset e veta, për me arrit financat e veta, për me jetu sidomos i lirë. Para mendojeni, ai deri tani në këtë moment nuk e ka kuptu pse gjyksi ti çdo herë shtrëngon. Pse është në depresion, as në ankth, as vetë nuk ka mujt me definu se çka është edhe se si është. Por që kjo është një ankth sepse ka pas frikë nga e ardhmja e vetë. Edhe tani gjatë seancës, gjatë hipnozës, përderisa ai më tha mu që tani nuk ka më shtrëngim gjoks, përderi që u lirua nga e gjithë frika, nuk e kam zgju për hipnozës. Edhe tani, mbas seancës, do më thonë se si ka dalë, është wow, është magjike. Natyrisht që vetëm me një seancë, ti nuk mundesh me paramendu që jeta jote ka me ndryshu për 100 shkallë, sepse hokus pokus nuk është as hipnoza, sepse ka temat ndryshme, po ma e mira, çka që më pëlqen shumë, do më thonë që njerëzit marrin vendime me kërku ndihmë në një mënyrë tjetër, në një mënyrë shumë të natyrshme, pa pasur nevojë për medikamente, pa pasur nevojë për trajtime gjata me kutadione me mënyra të ndryshme. Mënyrën më të natyrshme, thjesht me ndihmu vetes, nuk ka kur gjë më të mirë. Edhe gjatë seancës, do më thonë, ai vetëm se sa shumë ka lshu kontroll nga bota jashtme, sepse njerëzit nuk e dinë që mendojnë unë po punoj me veten time, ama në tjetër anon janë krejt kohën në kontroll. Edhe në gjatë hipnozës, seancës pra, ti ke edhe me vërtetu, edhe me ja vërtetu vetes edhe një herë, se ti gjatë krejt kohës tonde, je në kontroll, je të mundu gjithçka me kontrollu. Sa ma shumë që mundohesh me kontrollu, aq ma shumë ti futesh në energjinë mashkullore. Energjia mashkullore, kur e jeton për një kohë gjatë,
që jeton në atë modus është kontroll. Kur kontrollojmë, ne jemi në gjendje mbijetese. Dhe kjo neve na krijon pastaj frikë, na krijon emocione tulta, na krijon mendime negative, edhe në këtë mënyrë na prap shkojmë duke manifestu. Se njerëzit dojnë me ditë çdo herë se si me manifestu, si me arrit qëllimet e tyre. Por spori, unë për shembull këtij klientit sot që është këtu, ja kam bërë një shpjegim që me kuptu sa më mirë se si funksionon. Edhe domethënë menaxhimi i krejt jetës tonë, po dhe se si është si me manifestu, se manifestimi është bërë një fjalë shumë moderne në kohën e sotme, ama manifestim nuk do me thonë asnjë gjë tjetër përpas puna me veten tonë, që me u bë mjeshtër mbrëndis tonë, se na pa e kuptu. Pra se e kaluara jonë, na si persona jemi energji e pastër të inkarnuar në një trup, pra në këtë trupin tim. Trupi si trup i imi, në momentin që ndel fryma jashtë, pra kjo fryma është energjia. Momentin që del jashtë, trupi tash veç është i vdekur. Trupin e mban energjia ime gjallë. Sepse për shembull dora jeme, dora si dorë, nëse unë s'kam energji mbrana, kjo veç është e vdekur, edhe nuk e din që unë jam, që unë jam fiqëria bile dora, se din, e din identiteti jonë. Tani, domethënë kur na lindim si energji e pastër dhe vim këtë botë, ti je pa asnjë lloj identiteti. Domethënë, kur vjen këtë botë, spari je edhe pa emër, je pa asnjë program, je energji e pastër. Edhe kjo energji, mas andej, në bazë të programimeve që ke, ti si energji e pastër, e ke edhe një kod aty. Dhe këto energji që i ke marrë me veti që nga lindja, e ke për detyrë me jetu. Tani është ajo frekuencat e energjisë. Atëherë sa më vetëdijshëm që bëhem, që nga lindja për shembull nëse nuk kemi ego të madhe, sepse duke u programuar, tash si ta shpjegoj më mirë, si person kur lind vjen me një jetë të tërë. Okay? Atëherë në bazë të programimeve, ty të krijohet një ego e caktuar. Kjo ego e krijon një identitet. Identiteti jot të krijon pastaj ty. Dhe ti fillon me besu qatë identitet. Qaj identitet i joti nuk është absolut i vendosur nga ti. Ti nuk e ke zgjedhë. Spari se ke zgjedhë emrin tonë. Nuk e ke zgjedhë edhe kulturën e gjitha këto. Thuhet që shpirti e zgjedh vendin ku lind, ajo është një temë tjetër, po thjesht si person, na si person, si njerëzi, pra krijohemi nga dikush tjetër. Kur e krijojmë një identitet që nuk është që s'jemi ne vet, dhe nëse na nuk ndërmarrim kurrë me çliru veten nga ky identitet i rrejshëm, pra fasadat që neve na jepen, atëherë fillojnë këto vujtjet, vjen energjia. Ndihemi të lodhur, ndihemi të palumtur. Edhe pse ndoshta në jetën tonë kemi manifestu, kemi arrit me realizu disa dëshira, me arrit disa qëllime, prap ndihemi bosh brenda vetes. Pse? Sepse ti nuk jetu identitetin tonë që të përket ty, si ka jeton energji tua, sepse identiteti jot i rrejshëm e ul energjin tonë dhe të trupit që ke ardhur pra me qatë kodin tonë. Që ky identitet jot i rrejshëm e shtyp energjin tonë. Dhe kur shtypet energjia jote, ti sado që për shembull nuk i liron ato bllokada nga e kaluara jote, ato programe përmes hipnozës, që me gjetë veten tonë të vërtet, përmes astrologjisë me zbulu energjinë e trupit tonë të vërtet, atëherë ti kote ke. Ti mundesh me imagjinu, me punu diçka, por për shembull disa momente, disa situata, disa programe arrijen me zbulu vetëm përmes hipnozës. Për shembull, dje klienten që e kisha, ajo i ka pasur, sepse ajo është mentorim të une. Kemi bisedu, kemi hyrë tema të fella, ajo ka mendu se krejt diçka tjetër është tu e pengu ata
në karrierën e saj, sepse ajo është direktore e një hoteli, të paramendojeni ju. Tash dikush për shembull, edhe unë vetë, përderisa nuk e kam njoftë mbrana se si është dhe si funksionon në vërtet jeta e saj, kam menduar që është një femër shumë e suksesshme. Kam menduar që është vërtet një femër shumë e përmbushur, po ajo ish mbosh mbrana vetes, paramendojeni që sa kohë jam duke punuar me ta dhe ende nuk ka arrit në atë pikën që më thonë, hej, unë jam tani kjo. Amo që ka fillu ai identiteti i saj i ri tash me u shfaq, me u kriju, sepse më mban shpesh edhe në telefon, më jep feedback, më jep informacione se si po transformohet çdo ditë, se si është duke zbulu veten e vet çdo ditë, se si çdo ditë më shumë identiteti i ri i saj po shfaqet dhe identiteti i saj i vjetër po vjen po zhduket, edhe pse çdo herë ai lajmërohet identiteti jonë i vjetër, sepse është diçka që është ndërtuar me vite dhe normal që nuk mundet me u hek aq shpejt. Po paramendojeni, në hipnozë domethënë e kemi gjetë, sepse ti mundesh vetë me u qetësu, mundesh vetë me u relaksu, edhe me hy në ato meditime që thojnë, edhe pse ato s'janë meditime, po hipnoza, sepse meditimi është krejt diçka tjetër. Na munde me çliru shumë vetë, po vërtet na duhen profesionistë që neve na çlirojnë nga çdo blokada, nga e kalumja jonë, nga identiteti jonë i vjetër. Pra që kjo është që na dojmë me kriju, me manifestu, po me një identitet vjetër. Identiteti i vjetër neve nuk na lejon me manifestu. Ndoshta manifestojmë një dëshirë, ndoshta arrim një dëshirë caktuar, një qëllim caktuar, por i përmbushur nuk do të ndihesh prap ende, sepse ai identiteti jot i vjetër ekziston ende brenda teje. Dhe ti e tërheq një dëshirë, e arrin një qëllim, por ndoshta atë qëllim ose atë dëshirë që ke me realizu, e realizon ma shumë me materie, jo me energjinë tonë, pra, me atë energjinë e pasër që i ki. E për mu, manifestim nuk është kur gjë tjetër, nuk është manifestim me arrit një dëshirë caktume, por me arrit në atë nivel që me kriju identitetin tonë që e ke nga lindja, pra me rrin misionin tonë, me gjithë rrugën e shpirtit tonë. Atëherë kur ti je në qatë nivel, pra ty punu me identitetin tonë vjetër, me egon tonë, sepse na kemi një ego ashtë fort, shumë njerëz i vrejt që flasin për vetdijen, po vërtet ende nuk janë vetdijshëm. Edhe e thon këto me gojë hapur sepse ashtu është, sepse njerëzit që janë vetdijshëm, vërtet nuk identifikohen më me egon e tyre, duke thonë unë jam, unë kam, unë kom arrit, unë kom bo. Një ego i donë që do, por identiteti jot i vërtet, që është vetdia e lartë, pra që ti nuk identifikohesh më me unë jam, unë kam, sepse unë nuk jam unë jam veç trupi jam. Vetdia jo e ime e lartë është krejt diçka tjetër. Vetdia ime e lartë e shiqon këtë trupin tam, e veshgon këtë trupin tam, edhe e shiqon se si po krijuesh, e shiqon se ndoshta edhe se si po fundosesh, e që ajo vetdia jote e lartë, ajo është thjesht gjithçka. Ajo nuk bon dallime, nuk bon ndryshime përmes njerëzve. Nuk thot unë kam, unë jam, sepse asnjë gjë nuk është e jona. Asnjë gjë na nuk kemi asnjë gjë. Na kemi vetëm shpirtin tonë dhe vetdijen tonë. Dhe kur na rrim çet nivel që me identifiku me shpirt edhe me vetdije, atëherë ti je më i lirë, njeriu më i lirë dhe më në paqe se kurrë, sepse ti nuk e ke më të nevojshme, as nuk bosh i varur, as nga gjanat materialistike, as nga njerëzit, as nga situatat, as nga asnjë gjë tjetër. Thjesht ndihesh i lirë. Unë këto e kam përjetu vetë, e shoh vetë. Për shembull, më përpara kam pas edhe unë ajo egoja ime ka dashur me qenë më e mira, ndoshta ka dashur me pas sa më shumë materializëm, kam dashur me qenë fitimtare çdo herë, çdo kund. Domethënë jam identifikuar shumë me egon time, edhe ajo që më ka mungu, që s'm ka përmbush, kom kthyer me arrit masanej me gjana materiale. Ndoshta me makina, ndoshta me çka ka, domethënë materializëm në këtu. Pse? Për m'ia dhon vetes dopaminin që më ka mungu. E që kjo është pra që krejt esenca e kësaj është sa më shumë me punu
me veten tonë, me kuptu që ti je vetdije, nuk je egoja jote. Ego janë dy versione, është ego e shëndetshme, është ego e dëmshme. Ego e shëndetshme është për shembull ajo që ty të shtyn prap me shku në veprime, për me marrë një vendim, për me kërku ndihmë, për mos me lënë veten tonë me vujt, me qenë rob ose viktim e botës. Ajo është ego e shëndetshme, po është një ego tjetër që lufton, që konkuron çdo herë me tjerët dhe me gjëra tjera. Kjo nuk është ego e shëndetshme. E tani, kur punojmë, çlirohemi, edhe e kuptojmë jetën tonë, e kuptojmë se kush jemi, e kupton kush jemi thelb, e kupton energjinë tonë individuale, e kupton që ti nuk je ai personi që je ty mendu se je, që ti je i krijuar nga dikush tjetër, që dikush tjetër e ka vendosur për fatin tonë, sepse kur ti nuk e ke vendos identitetin tonë pronaj, kjo do me thonë që fatin tonë e ka kriju dikush tjetër. Edhe që kjo është arsyeja kryesore pse njerëzit kanë ankth edhe pse kanë depresion, sepse nuk i njohin fuqinë e tyre, nuk i njohin veten e tyre. Edhe pyetja më e fuqishme që mundem ja bëj vetes tonë është pra thjesht me pyet veten kush jam unë. Edhe pse po ndjeja kështu. Në mëngjes kur të shquhesh, mi thon vetes, hey, a do me jetu sot sikur viktim, apo do me jetu sot sikur një vetdije e lartë, që e din që ti je thjesht në një trup. Edhe mendja jote dhe gjitha ato menaxhohen pra nga identiteti jot i vjetër, nga dikush që të ka kriju ty. Pra që kjo është sepse ti fatin ton e ka dikush tjetër në dorë. Pra ti s'ke vendos vetë për me qenë që dy personi që je, por ka vendos dikush tjetër. E normal që tash kur dikush tjetër ta ndërton ty shtëpinë, ai e ndërton shtëpinë sipas qefit vet e jo sipas qefit ton. Edhe mësandaj çka ndodh këtu, atëherë duhesh me u nervozu, duhesh me u tranu, sepse shtëpia jote ë ndërtu kundër dëshirës tënde. Njëjtë funksionon edhe me njëve njerëzit. E këto do shta me ndohë me juve, uroj shumë që paka shumë që kjo video ndoshta dikujna i ka ndihmu, edhe mos e nënvlerësoni, mos u habitni se sot për sot në telefona rrim krejt neve, edhe programohemi çdo minutë, çdo sekond. Pra identiteti i juve, që tash për që tash, në momentin që ti mu jetë duke më shiqu që tash, ti jetë ty e marrë informacion. Që kë informacioni jam, çdo fjalët e mia që jetë ty marrë, këto janë ka të programojnë, ty janë ka të krijojnë. Normal, që kur je super i vetëdijshëm, mundesh me thonë, po e mbyll dhe s'po e shiqoj më, sepse po mbon me undi mirë ose po mbon me undi keq. Po sa prej neve mundem qëto me definu, shumë pak. Na jemi mësu me marrë telefonin edhe me thjesht scrolling, ose ndalim e shiqojmë video që duken vërtet funny, po që ato janë thjesht ka të programojnë ty. E masanej nuk është me u qëdit pse ti ki frikë, pse ti s'ki vetë besim, pse ti nuk je i Zotin ndoshta me dal me ndjek ëndrat e tua, pse ti ndoshta ke frikë me u përballë me njerëzit, pse ndoshta ke frikë me shku edhe në supermarket. Nuk është e çuditshme, është krejt që kjo. Po du me rujt live-in, edhe s'po du edhe me qu shumë gjatë, sepse unë zakonisht kur hin live-in nuk di më edhe e boj me shumë knasi, ama kur po janë shumë live të gjata, atëherë nuk e di se so kanë njerëzit nerva për mull me shiqu një live t'il, se unë e di që shumica njerëzit sot për sot dojnë me shiqu video sa ma të shkurta, me qesh sa ma shumë, edhe mos me ditë se shka ka bon me ta që ajo video. E kështu që normal që kjo video është shumë transformuese për ata njerëzit që e kuptojnë se ka diçka më shumë, për ata njerëzit që e dinë që kanë potencial mrena vetes, po janë të shtyp qatë potencial, sepse janë të shiqu video pa lidhje krejt kohën. Kështu që mirë është me marrë kohë, e për ata s'po du me bo shumë video të gjata, ama po do ta postoj live-in. Pra që kjo është, punoni me veten e juve. Kur gjo ma mirë nuk mund me i bo vetes juve se sa me punu me veten. Po është e vërtet që qysh kemi lind edhe kemi me vdik, edhe është e vërtet që kur gjo nuk është e jona, kur gjo s'kemi marrë me vete kur kemi arë këtë botë,
as kur gjo s'kemi me marrë me veti kur vdesim. Po që kjo është arsyeja pse duhesh me punu me veten, sepse prej momentis që ke lind dhe deri te momenti që ki me vdek, e ki një rrugtim. Na kemi me bo një udhtim, okay? Tani sa ma shumë gjatë kësaj rrugës që kalojmë sa ma mirë, është ma mirë, më shku që shtojnë ma letë dhe të përfundimi, se sa me kalu në përgorë, e në për devijimit ndryshme, e me urxu, e me uvra, e me sakatu që shtojmë na. Është ma mirë pranaj me pas një jetë të përmbushme, dhe sa vjen moment që vdesim, se sa me pas një jetë me vujtje, me dhimbje të ndryshme, sepse edhe që ta mbajnë ma, nëse ju nuk doni me punu me veten e juve, sinqerisht e kam, mos i në lërsoni fjallë që për ja u them, nuk e kam për asnjë lloj përfitimi. Unë e kam jetën time, se më intereson më gjatë. Unë me të vërtet ndina shumë mirë në lkurën tame, jo me lirë. Po sepse ndjej edhe kam si mision që me tregu njerëzve që ka një mënyrë tjetër tjetës. Pra që tjetojmë sa ma të përmbushur, tjetojmë sa ma të lumtur, sepse e meritojmë qëto. Edhe pra thjesht mos dorëzohemi të punojmë me veten tonë. Kjo është investimi më i mirë që ja bën vetes. Si dashta më tregu dhe mirë. Për shembull ky personi tani që boni seancën të une, ajo është dashnë pagu normal, po çajo pagesë që ka buaj sot këtu të une, ka qenë investim në gjitha qelizat e tina. Do më thonë, është investimi më i duhur që mundesh me bu. Sepse parat e di që 90% e njerëzve blokadën më të madhe që e kanë janë parat. Sepse frikat pra, ankthi, frika dhe gjitha këtu, pse na shfaqen, janë gjithmonë nga mungesa. Mungesa sjell pasiguri, sjell frikë për ekzistencat financiare. Edhe, po tani çka bojnë njerëzit? Mundohen me i shparit që ato pare. Mundohen mos me i harxhu, po ti, paraja jote është e harxhume kur ti ke frikë me investu paran në qelizat e tua. Sepse paraja është energji, paraja e gjon vetë mundësin ajo me dalë, me ikë prej teje kur ti nuk e investon paran për veten tënde. Edhe une e kum pas këtë frikë, edhe une kum dosht me i shparit paret, me i majt në bank, me i majt në konto, a mu adini qka, jeta e ka bo qato pare o dosht prap me i dhonë. Edhe ma e keqa se nuk u mujt masanej me i shpenzu për dëshirat e mija, për qefet e mija, po më dosht me i shpenzu dikun që unë s'kum përfitu kur gjo për i qasaj. Kur e kum ndryshu fokusin, kur jam vedisu, e kum po që aha, okay, paraja qenë ka energji, paraja po del ka vetë prej dores nëse ti e shtrëngon ato. Sepse gjithë shka në jetën tonë që mundohem me shtrëngu, me majt më zor, ajo e gjon vetë mënyrën me ikë prej teje. Njëjtë mënyrë për shembull, me persona ndoshta me personat ndryshëm, që e keni pa për shembull edhe fëmijën, edhe partnerin që mundohesh me majt shumë afër vetes, ai qyr me ikë prej teje, sepse s'ndihet rahat, ndihet i ngushtum. Edhe don hapësirë, gjithçka don liri, gjithçka don hapësirën e vet. Si njeri, si parja, si gjithçka, sepse energjia është energji, energjia është e palimitume. Do të thonë, energjia don është fush që rrjedh, që lëviz. Në njëjtë mënyrë është edhe paraja. Çka po du më thonë është, punoni me veten e juve. Kërkum nuk bëhet investimi më i mençëm se sa në qelizat e tua. Ndërdia jote ndikohet nga qelizat e tua, jo vetëm nga truni, por nga i gjithë trupi jot. Sepse për shembull, nëse që ky qiri është tash i ndezur, është shumë i nxehtë, unë e preki me dorën teme, atëherë që ky sinjal shkon në trup, po me qelizat, me çto krejt qelizat, trupi, mban më gjithçka. Kështu që çka
çka do është ta me thonë është edhe tjetra që mos besoni vetëm këtë botën tridimensionale që e shifni, po besoni pak ma shumë në imagjinatën në këtë botën 5 dimensionale që nuk e shofim ende, se nuk e keni idenë sa e fuqishme është kjo botë. Sarë që kthejna në bas hipnozës që e kom pas një seancë, sarë që kthejna në këtë dimension 3D të botës reale, fizike, mbjen me qajt, a e dini pse? Sepse thom sa njerëz nuk e kuptojnë fare që ekziston që kjo botë. Që kjo botë ku i krejt potenciali i çdo njerit, ku në këtë botë nuk ka dhimbje, nuk ka vujtje, këtë botë thjesht është burimi, është bollëku, është mirësia, është përmbushja, është gjithçka. E sa njerëz nuk janë dedishëm në vend që me u vedisu, me marrë, me ndëgju, si këtë life-in tim, si life-et tjerve, si kushdo qoftë, çdo njeri që flet për shpirtin, për këto dimensione tjera, shiqojeni. Mos shiqoni me ato mendimet kritike, mos shiqoni me ato frikat, po ndjeje apo më tërhek, ndëgjoje, s'është ata jep një lajm që kushton me 1000 frank vlerë, me 1000. Ti po shiqon diçka, po merr falas që po të shkatërron, e s'po merr falas diçka që po të krijon, që po ta transformon jetën komplet. A e din çka do me thonë veç me kuptu që ka diçka ku na besojmë Zotin, pse nuk besojmë edhe në hipnozën, që është kur gjë tjetër hipnoza, pos fuqia që ta ka dhonë Zoti, imagjinata, emocioni, mendimi, me hipnozën kur gjë tjetër zbojmë, pos çto mjete, çto instrumente i përdorim, i fuqizojmë për me jetu një jetë që na ka hije. Zoti, pse fukaraja është i varfër? Pse ai nuk përparon? Pse? Sepse ai krejt kohën rrinë të thonë Zoti i madh, Zoti i madh. Po Zoti ta ka dhonë imagjinatën, Zoti ta ka dhonë trurin, Zoti ta ka dhonë mendjen, Zoti ta ka dhonë emocionin, Zoti ta ka dhonë trupin, ta ka dhonë durët, syt, gojen, këtë këto tipare. E tash ti nuk për i përdor. E tash ti se djalli vjen thot, hej, hajt mëre se këto nuk janë vërteta, këto janë njeshtra, këto janë veç për me fitu këta për veti. Që kjo frikë e djalli ty të monë që aty. E ti tani thuj, ja se Zoti është i madha dhe ndihmon mu. Zoti ti ka dhonë krejt qëto tipare, tash ti duhesh mi përdor që ato. E nëse nuk i përdor, atëherë ti normal që kjo është edhe një arsye. Pse fukaraja s'ka pare, është i varfën. Sa fukarave ju kanë ndërtu shtëpitë e tyne. Okej? Ju kanë çu material, ju kanë dërgu ushqim, po prapë është i varfën. Pse? Sepse ai rrin rolin e viktimës duke u anku, duke prit që Zoti po i çon diçka. Kërkon Zoti nuk e merr përdore, e më thonë hajde çu, se une tash po të marr përdore dhe po të çoj me përmirësu jetën tonë. Po që kjo është se Zoti ti ka dhonë mundësit, ta ka dhonë mendjen, ta ka dhonë imagjinatën, ti ka dhonë gjitha çto instrumente që ti tash mi përdor. Tashtit, nëse ti nuk din me i përdor, ka njerëz që kanë kry shkollë në këtë aspekt, po e përmendi vetën time, që kom kry një shkollë për me të ndihmu ty që i kam ndihmu vetës. Po dhe normal që edhe kthej dikur në profesion, sepse energjia paraja është pra energji, por kur bëhet një profesion, kur një mision, një dhunti që ta ka dhënë Zoti e kthen edhe në profesion për të mirën tonë, por me synime të mira që me ju ndihmu edhe tjerëve, kjo nuk është absolut për me pas frikë, kjo është diçka shumë normale sepse në çet mënyrë funksionon. Çka kisha për sot? Merë ku ndëgjoje life-in tam, daq edhe mos ndëgjoje, që është punë e jotja, është problemi yti, ti vendos vetë për jetën tonë, veç që mos u bën shumë skeptik, mos u bën pesimist, mos këshir çdo herë me pas frikë, mos këshir me mendu çdo herë se jo njerëzit nuk ta thojnë vërtetën, njerëzit kështu, njerëzit ashtu, se po mendova në këtë mënyrë, njëjtit persona kemi tërhek, njëjtit situata kemi tërhek, janë bindjet e tua pra. E që kjo është që me hipnozën na që to bindje i largojmë,
i transformojmë në bindje pozitive gjitha mendimet, bindjet negative që ke, sepse gjithçka është bindje, pra një identitet të rrajshëm që ti e ke marrë nga e kalumja jote, kjo është bindje jotja, pra janë bindje tua që ti mendon që je ai. Okej? Pra, puno me identitetin ton, por duke qenë i gatshëm, duke qenë sa më i hapur ndaj informacioneve dhe njerëzve që dolin, që tregojnë, që kanë kryer shkollë, që kanë përvoja personale, që kanë transformu jetën e tyre. Sepse unë personalisht edhe kam kryer shkollë, po jeta ime është transformu për 100 shkollë. Sepse e para mendoj ndryshe, jetoj komplet ndryshe, jam e lirë nga çdo gjë e jashtme. Normal që jeta është transformim çdo herë, edhe unë çdo herë transformohem çdo ditë, nuk e them se unë jam liru komplet. Nuk lirohesh komplet, sepse jeta është me sfida dhe jeta është me nivele, me shkollë. Momentin që ti je liruar qëtu, je shëruar qëtu, ti hyp në një nivel më të lartë. Kur hyp në një nivel më të lartë, ki me u ballafaqu prap me sfida, me njerëz dhe me situata të atij niveli. Pastaj ngritesh që kjo është pra ajo arsyeja edhe pse s'dush me mendu kur që ti ke me arrit dikun jetën tonë, që ki me i mërri gjithçka, që kemi me mërri gjitha. Kur jeta nuk është arritje, na arrim edhe i mërrim gjitha atë ditë që vdesim. Ma përpara, kur s'ki me i mërri gjitha. Gjithmonë ka me na met diçka, me bo diçka ka me të kriju e re, që ki me bo diçka të re, sepse jeta funksionon në atë njërë. Kur gjo nuk lëviz mbrapa, gjithçka lëviz përpara. Deri në momentin që të vdesim, na kemi me pas pritshmëri, kemi me dash me mërri diçka, kemi me dash me mërri diçka. Na mërrim gjithmonë aty, ti je i mërri gjithmonë aty ku jetash. Për shembull, çet moment që tani unë kom rri. Pse? Jam qëtu, jam të bisedu me juve. Po ashtu edhe ju jeni duke më shiqu mu, jeni duke marrë diçka. Atëherë këtu shkojmë i vendosim prap në praktika, në veprime, ecim prap përpara. Që kjo është edhe stiqa më thoma shumë për qitash. Uroj një ditë mirë, ju uroj një vikend shumë të mirë, punoni me veten e juve që mos gëzohemi vetëm që të na vjen një vikend, mos gëzohemi që t'jetë ditë e premte, se tani do t'i kem 2 ditë lira, po që të punojmë me veten, të lirohemi nga gjithçka e jashtme, që ta shijojmë çdo ditë si të veçantë, jo vetëm ditën e premte ose ditën e shtunë kur e ke pushim, po që të punojmë, ta zbulojmë veten kush jemi, që ta bëjmë punën që na përmbush, jo punë që na merr energji, po punë që na përmbush, edhe që nuk lun rol është ditë e shtunë apo ditë e diella apo siçka. Se edhe unë më përpara i kumplit që ato ditë qështu, po tash që e punoj punën time që ma mbush krejt shpirtin, me dritë ndashta, me energji, unë se shiqoj më kuën që sot ditë e shtune, është ditë fantastike moti për jashta, krejt familja ime po thuja se e kanë sot lirë, unë e kumë vendos marë me bo seanca, hipnoze, se ndina mirë, edhe mas seancës unë nuk shkova me njerë, po vendosa të rritu, ta bëj edhe një live me juve, sepse kjo më bon mu me undi mirë, edhe dikosh ndoshta mundet me marrë diçka prej këtij lajfit, ose prej qësaj energjisë time, sepse gjithçka është energji. Atëherë, kaloni mirë, mirupafshim dhe shifemi edhe në një ditë tjetër. Tok.